Po mirë më nga të zbresi, nga Maja e Olimpit të muzikës shqiptare Gjergj Gjorgaçi, Gjigandi. Edhe të bëj plebes të thjesht një like. Dhe mos bëni juve një like kur dëgjoni videot e mia, kjo nuk ka as me vaj as me ullë. Seriozisht tani, e falenderoj të gjitha gocat, shokët e mi, shoqet e mia që më kanë mbështetur me like, nuk mungojnë like-et gjithmonë, nuk po i përmend me emra, por ju falenderoj që jeni aty. Dhe të gjitha ata që na mbështesin dhe po rrisin shumë kanalet Bebe Vogëlush, kanalet shoqërore, sociale, kudo ku jemi. Dakord? Ju falenderoj pafund. Atëherë, vitja sot është shumë e rëndësishme. Rëndësia e madhe e tamponit vaginal gjatë shtatzanisë, në javët e fundit të shtatzanisë, është shumë i rëndësishëm ta bëni goca. Këtu të rreq vëmendjen. E di që unë nuk para ju të rreq kur flas, po ju të rreq vëmendjen. Të porsalindurit mund të ndeshen me infektime bakteriale në javët e para të jetës, të parakoshme nëse shfaqen nga 48 deri në 72 orë pas lindjes, me një herë pas lindjes, ose më të vonuara, pra më vonë. Kur jemi në shtëpi, rastet janë më të ralla, gjithsesi, por duhet zakonisht përcjellen nga nënat e foshnja për gjatë procesit të lindjes, sepse janë të pranishme në mukozat urogenitale dhe rektale të gruas, pa dhënë asnjë shenjë të dukshme për ekzistencën e tyre. Prandaj ne me sy të lirë nuk arrim dot t'i tregojmë shenja nëse jemi pozitiv apo negativ ndaj infektimeve bakteriale në javët e fundit të shtatzanisë. Dakord? Për këtë arsye është shumë e rëndësishme tamponi vaginal dhe rektal rreth javës së 36 të shtatzanisë. Mbajeni mend, rreth javës së 36 të shtatzanisë, të gjitha grave u këshillohet nga mjekët ginekolog tamponi vaginal dhe i rektal. Po, kështu quhet tamponi vaginal. Në rast se rezultojnë pozitiv gjatë lindjes dhe jemi vonuar për këtë, nuk jemi në dieni apo jemi vonuar, nuk duhet vonoheni absolutisht. Në javën e 36 bëhet tamponi vaginal, shumë i rëndësishëm. Në rast se rezultojnë pozitiv gjatë lindjes, në rrugë vene nënës i jepet antibiotiku. Pse? Pse duhet bërë tamponi në kohën e duhur dhe edhe në qoftë se nuk kemi dëgjuar ndonjëherë për këtë, po e dëgjoni tani dhe nëna bëni në kohën e duhur, në javën e 36 të shtatzanisë bëni tamponin. Pse? Sepse foshnja duhet këtë filluar tek foshnja në rast se rezultojnë pozitive, ndikimi i antibiotikut duhet të filloj të ndihet para se të kaloj përmes kanalit të lindjes. Pra fëmia të kaloj përmes kanalit të lindjes. Padia ime për ekzistencën e tamponit vaginal më kushtoi shumë të bërtitura nga ana e mjekut ginekolog. Dakord? Me të vërtet, më ka bërtitur tamam, si fëmijë i vogël para atij. Dakord? Kështu që me të drejtë nuk diskutohet, por po ju them që tamponi vaginal është shumë i rëndësishëm, e këshillohet çdo grua për të parë që kur të kalojë fëmia, pse bëhet në javën e 36, pse është e rëndësishme të paraqitemi në spital, mos paraqitemi gjatë lindjes që të fillojmë të marrim në vena antibiotikun etj për të mbrojtur fëmijën, sepse kur kalon në kanalin e lindjes, fëmia, tani unë flas me gjuhë nënash, okay, ju e dini shumë mirë, po ju them ashtu siç ma tha atë ditë. Eldar, shqyr më tha që rezultove negative, sepse pse nuk e ke bërë tamponin etj, në momentin që pak para se të lindje, pak orë përpara se të lindte fëmia im i parë. E pa ditur, nuk e dija, tani goca ju të rreq vëmendjen, bëheni në javën e 36 tamponin vaginal, shumë i rëndësishëm. Pse? Mund të infektohen syt, më tha mua, mund të kishe shumë probleme, pse ta nisim kështu. Dakord? Tamponi vaginal, shumë i rëndësishëm, ju përshëndes, ju falenderoj për çdo like që keni bërë. Shihemi videon tjetër.